Mentor, do të mbajt samiti, thami, komunitetit politik europian, shpritet ndodhë në Tiranë, qëfar jep Shqipërisë ky samit, a e ndihmon imazhin tonë, qëfar jep? Vetëm për të ndërlidhur me pjesën tjetër të emisionit, ardhja 47 krerëve të shtetet qeverive, madje edhe qeverive dhe shtetet që janë luftë me njëri tjetrin. Është burim i fuqishëm legitimiteti për këtë qeveri dhe për kryeministrin Rama, cili është i rëndësishëm për një vend vogël si ky ynë, që ka 2.5 milion banor. Pra, legitimiteti që ta japin këta udhëheqës, që përfaqëson ekonomi të fuqishme, është i rëndësishëm, është jetik për një vend vogël dhe për një udhëheqës si Rama. Nëpërmjet këtij legitimiteti, akuzat që bëhen për kriminalitetin, për ndërtimet e mëdha, për kullat e tjera, sikur zvetënohen. Pra, ky aktivitet së pari, po kjo vlen për Ramën, po jo vetëm për Ramën, është burim legitimimi për të. Së dytin pikpamje të Shqipërisë, është rritje e fuqisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Është rritje e fuqisë ndërkombëtare të Ramës. Domethënë njerëzit që vinë aty pretendojnë, preferojnë që ta kenë atë si bashkëbiseduesin e tyre, si mikpritësin e tyre, japin certifikat për Shqipërinë për seriozitet, për siguri. Imagjino 47 krerë shtetet qeverisht kanë nga mbrapa aparate sigurie të jashtëzakonshme. Pra certifikat sigurie. Është operacion imazhi i jashtëzakonshëm. Është kontributi i një vendi të vogël në këto konfliktet, në zgjidhjen e këtyre konflikteve që po ndodhin. Zelenski vjen bashkë me Erdoganin. Turqia ishte mikpritëse e një takimi paqe midis ukrainësve dhe rusëve. Pra, vjen pastaj djali dhëndri Trumpit. Dhëndri Trumpit është njeriu që qëndron jo thjesht mbrapa atij investimit në Sazan dhe diku tjetër, edhe në Serbi. Edhe këti nga bota arabike, ky ishte që Ky qëndron mbrapa vizitës Trumpit dy vendet Trumpit, në cilin Amerika nënshkroi kontrata me vlerë mbi $1 trilion. Pra, nuk i bën i zoti drejt për drejt, po dhe Dhëndri merret me punën e gjithë. Ishte dhe i biri në Serbi, Arlinte të gjitha para pak. Si këta tanë dhe ta. Edhe këta tanë, po këta tanë dhe bëjnë gjërësisht dhe punë. Po edhe presidenti Trump, do me thënë, ka natyrë më të hapur bushat, që operon në këtë mënyrë, ndërkohë që po vinë erdhën gjithë ta 47 ishin këta, doktori iku në Bruxelles në një mbledhje. Që të denoncoj atje të Parlamenti Europian. Të denoncoj ata kanë ardhur këtu në fakt, por ndërkohë edhe kështu, se kështu do thë Arlinte, se ti busqeshëre. Po për shembull një nga njerëzit që uroj më shumë për këto, që kam ndihmuar shumë, tha, për zgjedhjet ishte edhe Erion Velia. Tha, doli bëri deklaratë. Tani status të zgjeruar, që thoshte të kontribova thosh në këtë punë të gjitha. Edhe kjo tani doktori ka ikur këte për mbledhje tjetër, është e rëndësishme dhe ajo. Po Dhëndri tani vallë bushat ti si e kuptove këtë gjë. Edhe se vjen edhe ardhin e Dhëndri, që vjen një ditë më pas. Dhëndrin apo këta të gjithë, edhe Evropi edhe Dhëndri. Dhëndri vjen një ditë më vonë. E di çam kujtoj mua ajo çadra që do i presi ata atje? Shumë vite më parë e ngriti Kadafi çadrën mes Paris. Kam qenë unë aty. E ngre kudo e ka ngritë edhe në New York. Pra, do me thënë. Simbolike, jo aq të madhe, se unë kam qenë te e madhja. A është kjo pastaj që thot mentori që Kadafi fitoi për kraje ndërkombëtare se pritën në pallatin Elize me pompë të madhe? Shqipëria po hyn bëhet tani para Serbisë, para Malizit, para se këto zhvillime që janë rreth janë na përfshin pavarësisht se çdo ti shikosh. Me Edin po janë nuk më duket sikur po hyn. Me Edin po hyn. Po hyn Shqipëria, nuk ka lidhje kjo me këtë. Shpeshherë dhe diktatorë dhe autokratët, bile edhe Enveri ka bërë ndonjë gjë të mirë për vendin, e kupton, kështu që ky është kuptimi. Pra nuk mundet për shkak të aversionit ndaj Edit të them s'është bërë kjo gjë. Kush gjë për shkak? Integrimi europian i Shqipërisë është me rëndësi strategjike. Kjo do thotë që ne nuk do të jemi të shantazhueshëm nga Serbia, nga Greqia, të cilat na shantazhojnë aktualisht. Kjo është me rëndësi, pavarësisht se për ty mu duket e parëndësishme. Jo, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe certifikate për modernizim administrativ publike, të kadastrës, ndihmat për bujqësinë janë të rëndësishme. Dëgjoj, nuk ndahemi se ana duhet BE-ja. Ndahemi për faktin a i besojmë fabulës që me
edin shkojmë në BE apo jo? Për këtë po debatojmë. Këtë nuk e di, ata ja dhanë certifikatat, e uruan para se KQZ-ja të shpata rezultatin zyrtar, qofse vure re. Edhe Berisha reagoi për këtë, edhe kritikët e tjerë të Ramës. Më thua se po midhesh deg në deg. Jo, kjo është rëndësishme. Më the që ky po na afron me BE-n. Mua nuk më rezulton, po kjo çështje. Se ky është në pushtet tani, mund të po të ishte Arlindi, mund të çonte Arlindi, po tani është ky. Po edhe Arlindi po të ishte me këtë performancë, nuk do ishim më pranë BE-s, këtë po të them. Po duhesh ta shikosh. Ty të duket që s'është, por është sepse kanë ardhur mbështetje, kanë ardhur dokumenta, janë çelur kapitujt e negociatave. Janë tregu sprekshëm ato. The diçka për certifikimin e administratës publike. Jo për certifikimin, thash. Hyrja në BE është modernizimi i shtetit shqiptar. Është hyrje në një proces në cilin ata do të thonë. Po që ne po avancojmë apo jo? Sigurisht. Po avancojmë. Në disa aspekte po. Po, di çfarë më bën përshtypje mua, me që ishim të administrata, domethënë, unë nuk e di në cilën kohë ka pas kaq shumë presion ndaj punonjësve të administratës. Po si mund të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian me merit, kur në punë si thjesht i administratës është i kërcënuar, kur në punë të lartë administratës kanë braktisë punën prej muajsh, edhe punojnë si patronazhist gjithandej në qytet. Një dhënë interesante. A e dini ju që unë si kandidat për deputet kam një muaj që nuk marr rrogën si pedagog? Sepse më thuhet që ti, ndërkohë që je kandidat, dhe si unë disa tjerë në lëvizjen bashkë, nuk mund punosh si pedagog, sepse mund ndikosh studentët e tu. Ndërkohë që administrata e lartë publike është e gjitha kokë e këm në punë si civil, ca me hire, ca me pahir, duke punuar për partinë pushtet, nga 16 orë në ditë, duke marrë pagën, duke marrë lekë në dorë, duke marrë gjithë shka, dhe ne nuk mund të themi që ky realitet nuk ekziston. Po unë dua që Shqipëria të bëhet sa më parë antare e BE-s, po nuk mund të themi që ky realitet nuk ekziston. Nuk mundet me që kishim të legitimiteti. Nuk mundet që legitimitetit na mungoj nga brenda dhe ta kërkojmë nga jashtë. Ai samit shumë mirë që ndodh. Ai samit shumë mirë që ndodh. E të ndodhshin sa më shumë. E Shqipëria u fut në Bashkimin Evropian një orë më parë. Por legitimiteti duhet vi nga brenda. Nuk mund të jetë legitimiteti çrëndsi ka, çfarë mendojnë njerëzit këtu, rëndësi ka kujt ja shtrëngova dorën unë sot ndark apo nesër në drek. Për shoqërinë tonë duhet të ketë shumë rëndësi ajo që qeveria bën ditë mbas dite për gjithçka, nga ekonomia, te struktura sociale, arsimi, shëndetësia e kështu me radhë. Pra, samiti tani do zhvillohet nesër, ha? Kemi bllokime gjëra? Dhe ju në vrasë në shtëpi nuk dal fare nesër, po kemi bllokime bushate gjëra, ndërkohë PD kishte njoftuar dhe protest për samitin. E vetmja gjë që mua më pëlqejnë to samite, Giro d'Italia këto, se bëhet Tirana jetueshme me këmbë. Jetën mirë. Të duket vetja qytetari këtij qytet me makinë. Edhe PD-ja do bënte protest, po nuk ka dhënë lej policia. Ulesh e kollaj në kafe, në pjesën ku ndalon makina. Në pjesën tjetër pastaj është kthehet me njerëz. Xhungël se mblidhen. Protest vogël ta bëjnë edhe aty. Dgjoj. Ti kupton që me kë, sidomos nga vizita e Kushnerit? Për mirë besoj do vinë. Mirë gjithçka. Shiko, unë kam një gjë për mua, unë nuk e se marrë vesh nga këto marrëdhënie ndërkombëtare, po mua më intereson më shumë se imazhi, më intereson realiteti i vendit tim. Sigurisht imazhi ka rëndësinë e vet, po. Na intereson realiteti, por realiteti zakonisht. Kur ti kuron imazhin, me imazh lexohen, perceptojmë. Është e diti atë kam përmendur një dy herë. Ta them edhe një herë, dikur e ka thënë televizor, kur jetonin të dy edhe këtu në televizor e kam thënë, pasi bëri shpikjet më të rëndësishme Emanuel Kanti, i shkruan të Airi Hajnes, poetit, babait poezisë gjermane, dhe i thoshte, i dashur mik, bota, ajo që në rrethon, nuk shë i qojmë ne. Ne shojmë atë që percepton truri ynë, mëndja jonë, edhe e drama mo, ka mënyrën e vetë të parit e të gjithë, saliu të vetën. Mirë po tani, kur kanë edhe mënyrat të çuditshme të parit këta, Edi Rama, Saliu tani në kohët që jemi, në kohët demokratike, të quajtura demokratike, po mere me mente dhe vështrimin që kështë shokojnë verdi kur, apo tjetri, dhe këto vështrimin ne, si pas perceptim, si pas mendje si kemi, Arlind dhe vjen ndodhin gjërat që ne shikojmë ditë e natë dhe do vazhdojmë të i perceptojmë dhe të i flasë. Ka fuqi dhe të bindin, që ajo që shojnë ata është e vërtet. Të bindin që shikohet ti si pas shikimi tim. Shikimi im është shikimi i vërtet.